Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në një tjetër episod të Tirana 360 gradë. Dhe sot do të flasim për ngjyrat e Tiranës, për kulturën, për artin. Do të kemi dy të ftuar të jashtëzakonshëm, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në ngjyrat e këtij qyteti. Dhe do ta nis më një herë me të ftuarin e parë, i cili është një djalë i jashtëzakonshëm. Më duket sikur ka zbuluar edhe sekretin se si t'ja dalë që ta bëj ditën të ketë më shumë se 24 orë. Ai është piktor, skulptor, gjithashtu këngëtar, vokalist i disa bandave, gjithashtu kitarist, basist, baterist, luan ndoshta edhe në harmonik nëse jepet mundësia, astronaut po ashtu në kohë të lirë. Jam shumë e kënaqur që të kem përballë meje një mik gjithashtu shumë të shtrenjtë, sepse edhe këta të ftuar që kemi zgjedhur, përveç se kontribuojnë në këto ngjyra të këtij qyteti, janë edhe bashkëbisedues shumë të mirë dhe shpresoj mos të zhgënjejnë, jam e sigurt për të. Eneaziu, mirë se erdha. Mirë se gjeta, shumë faleminderit për prezantimin pak bujar. Më thënë, unë i ushtroj këto aktivitete, po kontributi im gjithsesi është mund të themi modest në skenën. Mund të thuash ti, po pas ti podcasti, disi do jetë. Do jetë vetëm emri e Eneaziut. Pra, modestisht, nëse ndiheni ndo pak keq me veten tuaj, është momenti të ndroni kanal, se Enea këtë ka për qëllim me gjithë këto aktivitete që bën. Si e bën fillimisht Enea? Si e më shëndet një herë? Shumë mirë. Po vjen mirë. Si arrin ta balancosh në jetën tënde kaq shumë aktivitete? Kaq shumë aktivitete në fakt janë shtrirë në shumë vite. Më thënë, unë nuk është se jam njëkohësisht i bëj gjitha brenda ditës. Më thënë, unë kam filluar të merrem me muzikë që 14-15 vjeç. Është pak vonë relativisht me si futen muzikës përgjithsisht muzikantët. Gjithashtu me pikturë kam filluar akoma më vonë. Edhe këto si aftësi fillojnë ndihmojnë pastaj njëra tjetrën. Angazhimet pastaj me bandat ndryshme më kanë bërë që duke qenë se ne nuk gjenim dot instrumentist, dhe duhet të adaptohesh të mësoje një instrument tjetër për të plotësuar ato vendet bosh nëpër banda. E kuptoj. Edhe më pastaj lindi dhe pasioni pikturës, i cili ushqehet shumë prej muzikës. Më thënë, e kam pasur goxha të lehtë të merrem me pikturë për shkak se shumë parimet muzikës mund të aplikohen dhe në pikturë. Por për shembull me atë lloj muzike në të cilën ti lëvron, që le ti themi ti përmendim pak rrymat? Heavy metal, death metal, black metal. Unë jam marrë dhe me muzikë, si mund të quash, ne quajmë dungeon synth, që është një lloj rrymë pak e panjohur. Po pra, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Ngjan pak me këto kolonat zanore, pak dark. Super. Kam bërë një album. Vërtet, si quhet albumi që të mund ta dëgjoj? Eke Brutum. Eke Brutum, po. Kam bërë gjatë pandemisë. Po, më kujtohet. Është në gjitha platformat muzikore, apo jo? Po. Për gjithë dashamirësit e muzikës tënde. Gjithashtu, sikur të mos mjaftojnë gjithë këto gjëra që Enea bën, ka një podcast me mikun e tij, po ashtu artist, Egi Xheria, cilin e përshëndesim. Një podcast në cilën diskutohet mbi kulturën në përgjithësi, artin vizual, arkitekturë, letërsi, filozofi, çdo lloj gjë që mund të na bëjë të ndihemi më pak produktiv, dhe diçka shumë e bukur që aty ju keni zgjedhur dhe të promovoni artistë të rinj, edhe shqiptarë dhe nga diaspora. Si nisi kjo, si nismë? Tempulli i Onufrit, që është dhe emri i podcastit, ka lindur nga një, mund të themi një tip forum diskutimi që Egi ndërtoi në Akademinë e Arteve, me një grup studentësh, dhe unë i bashkova shumë pak më vonë, dhe ne drejtonim disa diskutime në akademi me kolegët tanë. Më thënë që ngrinim çështjet ngjashme që tani i ngrim podcast. Atëherë ishte pak më e thjeshtë sepse audiencën e kishim aty në sallë, edhe ishte më e prekshme. Po.
mbasi mbarum shkollën, ne sikur u mësuam dhe kishim pak nevojë që t'i mbushnim pak këto bështllëqet që nuk diskutoheshin këtu në Shqipëri në për emisione kulturore për shkak të kohës ose të fokusit që kanë televizonet e radiot. Në mënyrë që ti të shprehesh pak gjatë, se podcasti këtë t'jep avantazh që ti mund të trajtosh çështje për 1 orë, 2 orë diskutime. Edhe kështu, nuk është se kemi qenë shumë konsistent. Kjo për shkak edhe të angazhimeve tjera, edhe për faktit që Egi ndodhet në Angli, por edhe për faktit që disa nga këto episodet kërkojnë shumë kërkim. E vërtet, po. Të lexojmë shumë artikuj, ndoshta edhe një libër dhe pastaj fillojmë ta shpaketojmë atë konceptin aty. Po, ndërkohë, përveç këtij podcasti, përveç këtyre disiplinave artistike që lëvron, ne ndërkohë merret edhe me produksion, me organizim eventesh, pra më duket sikur je njeriu i duhur për të folur për ngjyrat e Tiranës, për eventet e Tiranës, dhe jam shumë kurioze, dua ta nis me një pyetje intelektuale. Si të duket skena e artit në Tiranë përgjithsisht? Po, nëse mund të përshkruash edhe nga syri i një vizitori të ri, po edhe me syrin e një artisti, siç je. Okej, bërë shumë mirë që bëre këtë ndarjen, sepse është shumë e rëndësishme. Në radh parë nga syri një vizitori, unë do thoja që skena e Tiranës ofron mjaftueshëm material kulturor që me aq sa kërkesë ka, më thënë, publiku. Ti për shembull si një person normal që do të ushqehesh me kulturë, ke minimalisht 3 ekspozita piktura aktive gjatë gjithë kohës në Tiranë. Ke shfaqje teatri minimalisht 2, sepse ke teatrin kombëtar, ke dhe teatrin eksperimental, ke dhe teatre të tjerë më të vegjël, si përmarrje disa janë private. Ke aktivitete tjera si për shembull stand-up comedy që kanë nisur së fundi, ke live që ne organizojmë si Jam House, kemi si shtëpi prodhimi, shtëpi kulture. Themi, jemi një grup informal artistësh që organizojmë evente, sjellim dhe artistë ndryshëm nga jashtë. Po ka edhe aktorë të tjerë në skenën e muzikës, si për shembull privat flas, patjetër. Tuneli që zhvillon po aktivitetet ngjashme, po në rryma tjera muzikore. E vërtet, e kemi përmendur në fakt edhe pak tek episodin parshëm i jetës së natës, që duket si të ishte vendi adapt për çdo event të këndshëm dhe cool të momentit. Pra nga muzika elektronike, në atë underground që mbuloni ju në pjesën më të madhe të kohës, Comedy Thursday që janë bërë tashmë shumë trendi këndshëm. Pa haruar edhe teatrin operës baletit, në fakt, ndërkohë që po rendisim, se ka pas disa evente kohët e fundit, nuk e dia i ke ndjekur, po kanë qenë të jashtëzakonshme. Nuk parë ndjek shumë, me thënë drejtën, pjesën e operës, sado që unë jam shumë fan i muzikës klasike, më thënë pëlqen të ndjek deri diku ato shfaqje që i njoh i di, domethënë. Po du të them që ka një ofertë nga skena kulturore që e tejkalon atë kërkesën e njerëzve. Kurse nga ana e artistit ka një problematik që ne prodhojmë shumë artistë. Jo se nuk duhet të prodhojmë, edhe duke qenë se prodhojmë shumë artistë, nuk ka vend mjaftueshëm që të gjithë mund dalin, promovohen dhe të shprehen, po besoj që kjo vjen dhe prej faktit që aq është tregu, më thënë nuk ke çfarë të bësh. Më thënë ka shumë pak hapësirë për aq shumë artistë. Llogarit po të shohësh vetëm artistët si thuaç të licencuar në thonjza, që dalin nga artet, janë një numër shumë i madh. Që dalin rreth 20-30 piktorë në vit nga akademia.
që ti nuk I ke në për ekspozita personale gjithë ta piktorë. Dalin 10 skulptorë nga akademia, ti këta prap nuk I ke vit për vit në ekspozita personale, duke heq pasaj muzikantët, atelierin e multimedias me videoartet ndryshme, instalacione, nuk e gjen dot gjithë mundësinë që ta zhvillojnë. Edhe një pjesë e tyre, normalisht mbas 3-4 vjetësh përpjekje, do largohen nga skena. E vërtet është, shumë për të ardhur keq, në fakt, çfarë zgjidhje mund të propozojmë për këtë situatë? Të ketë më shumë hapësira promovuese, më pak burokraci. Nuk mendoj që hapësirat fillojnë krijohen natyrshëm në bazë të kërkesës. Më thënë, aty ku duhet ngulmojmë, besoj unë, është rritja e frymës tek populli, te njerëzit që në arsim, për shembull, edukimi që për secilin individ duhet të jetë e rëndësishme të frekuentojë aktivitete artistike. Jo vetëm argëtuese në sensin që ti hikën një klub edhe kërcen, se ka një diferencë, domethënë ti kesh në opera dhe ti kesh në klub. Njëra është argëtuese, tjetra është pak ushqim për shpirtin, për intelektin. Mendoj më shumë është edukimi. Nëse ti zgjeron këtë kërkesën e njerëzve, ka më shumë njerëz që kërkojnë frekuentojnë aktivitete artistike, normalisht natyrshëm se jemi në ekonomi tregu, lindin dhe hapësirat e reja. Shumë e vërtetë është, ka bën shumë sens. Po ti personalisht në mesditës tënde mbi 24 orë, ku zgjedh që të ushesh pakës shpirtin dhe intelektin? Cilat janë aktivitetet e tua të preferuara në Tiranë? Unë mundohem ta diversifikoj pak, nuk është se kam një caktuar. Normalisht unë zgjedh pak më shumë këtë pjesën e arteve vizuale, se në këtë moment jam më shumë I dedikuar, po është dhe më pak angazhuese. Do të thënë ti shkon një ekspozit dhe për 20 minuta e përfit. E ke marrë dozën. Po. Plus që shumica të këtyre aktiviteteve janë dhe pa pagesë, hiq disa ose me pagesa shumë të vogla. Edhe janë afër, janë brenda Unazës, I ke pothuajse të gjithë këto galerinë e Tiranës, Rruga Kavajës, për shembull Galeria Fab, muzeun që tani po rikonstruktohet, ke disa galeri private, Tulla, Kalo, Zeta, ka disa galeri, domethënë, është shumë e pasur. Të cilat janë aktive gjatë gjithë kohës, siç po thoja. Po, shumica e këtyre janë aktive me momente të caktuara, për shembull në Gusht, që ka disa galeri që e bëjnë pushim, ose këto ndërprerjet ndërmjet një ekspozite dhe tjetër se duhet për të ndërtuar. Që janë të nevojshme ato. Po që ka gjatë gjithë kohës aktivitete. Comedy Thursday, për shembull, është një tjetër aktivitet që është futur. Po, dhe mua më vjen shumë mirë për ta. Është dhe diçka që nuk ka qenë më përpara, është e re, si krijon atë sensacionin. E vërtet, u bën pak vite në fakt edhe nga Corner Comedy Club dhe nisma e Comedy Thursday, që komedia që nga shumë prezente në. Dhe mua më duket një mënyrë shumë e mirë gjithashtu për të marrë atë dozën ndoshta të katarsisit ose të nxitjes së mendimit kritik. Plus e qeshur atë. Është shumë e përthithshme. Si formë arti, në krahasim me një opera ose në krahasim me një pikturë që ti do pak kohë të meditosh mbi atë. Aty e ke mesazhin më sade, si thon. Po, shumë më të qartë, më të prekshëm. E përthith direkt atë mësimin, ndërkohë që dhe argëtohesh, ka dhe këtë anën e argëtimit. Gjithashtu edhe aktivitetet e muzikës, këtu jam pak më përzgjedhës, për shkak të shijeve, te piktura nuk e kam këtë, mjafton të ketë ekspozit pikture. Ashtu, nuk mundohem të përzgjedh shumë, kurse te muzika kam ato kapricot e mia, du të ndjek disa artistë caktuar. E kuptoj. Për shembull, më thënë unë nuk ndjek shumë muzikën elektronike, më thënë drejtën, megjithëse
ka shumë komunitet në Shqipëri dhe ka shumë aktivitete. Më thënë është shumë përpara. Unë ndjek muzikën rock, metal, jo vetëm aktivitetet që bëjmë vetë, ose grupet që vinë nga jashtë. Me thënë drejtën të gjitha këto rrymat që janë aktive në Shqipëri kanë filluar të vinë dhe artistë nga jashtë. Shumë e vërtetë. Situata është pozitive, normalisht ka pak nevojë për punë, më shumë, se nuk ne na mungojnë për shembull këto eventet e mëdha, shumë të mëdha. Edhe këto janë orientuar pakës tek elektronika, me thënë drejtën. Po flas të eventet që bëjmë ne, muzika rock, metal, na mungojnë eventet shumë të mëdha. Më kujtohet 2 vite më parë, në mos gaboj, kur u organizua një koncert i Apokaliptika tek amfiteatri të Lisheni, ke fjalën për të tilla lloj eventesh. Po, ajo është... Se i kemi patur prezente, po ndoshta janë në një off të vogël tani. Si këto koncerte mund të ketë 1 deri 2 në vit, këtu rol për mu kryesor ka luajt Living Room që i ka sjell gjithë organizator i jashtëzakonshëm. Ta artist. Ai koncerti Apokaliptikave mund të quhet mesatar. Koncertet që bëjmë ne janë të vogla. Koncertet mëdha ka pas më pak. E vërtet është. Në fakt, edhe këtu disi po ndryshon gjërat, paktën me ç'po nu has edhe ç'po shohim në eventet e ardhshme, të cilat ju sugjerojmë që t'i shihni dhe në faqen e Bashkisë së Tiranës. Bryan Adams do të jetë Pallati i Kongreseve, Modern Talking, po nuk po të pyes nëse janë në shihet e tua. Bryan Adams ndoshta pak më shumë. Po një ditë mbas Bryan Adams në Shqipëri vinë 1000 Mods, një wow! Që do i sjellim ne me Xhemaus. Do më flasësh pakës më vonë për këtë gjë. Okay. Ndërkohë përmende dhe Muzeun Kombëtar Enea dhe më vjen të them faleminderit, se unë e di që ti ke kontribuar dhe aty në realizimin e mozaikut të Muzeut Kombëtar. Ke ndonjë informacion të restaurimit, po. Ke ndonjë informacion se kur do të hapet për publikun? Projekti ka qenë me sa di unë 3 ose 4 vjet, u bë tani 1 vit e pak që është mbyllur. Me thënë ka pak punë, po gjithsesi unë jam pak pozitivist, dhe mendoj që është për më mirë. Patjetër, kam përshtypjen, po ndonjë mënyrë alternative për gjurmuar historinë? Po. Për ta prekur? është një muze, për shembull që e shoh shpesh që rri pak si në hije dhe më vjen shumë keq se unë kam pas nga një nga muzet e preferuar gjatë periudhës akademisë, më bile shkoja e punoja aty, bëja skica. Sa interesante. Vizatoja, është muzeu arkeologjik. Po. Që ndodhet mu përballë Akademisë Arteve. Interesante. Në është Italia. Shumë ka një tabel të vogël aty që tregon muzeu arkeologjik. Unë nuk kam shkuar aty. Është shumë muzej veçantë. Ka materiale arkeologjike që nga epoka e gurit deri tek mesjeta, mund të themi. Ke pasaj pjesa tjetër e muzeve janë i përkasin historisë komunizmit, si shtëpia gjetheve Bunkarti. Po, në fakt, po. Bunkarti që janë dy lokacione dhe shtëpia e gjetheve është një destinacion shumë i këndshëm në fakt për të prekur një epokë. Fatkeqësisht Muzeu Historik Kombëtar që ka materiale shumë të mira, edhe galeria kombëtare janë duke u restauruar. E vërtet. Edhe unë shpresoj shumë që galeria kombëtare të ndahet në 2 institucione si galeria dhe Muzeu i Arteve Figurative. Shpresoj shumë që të ndodhi. Më pëlqen shumë se dhe disa ide për të kaluar, jo vetëm fundjavën, po për gjithë ato që kemi më së shumti nevojë në përditshmërinë tonë, pas kemi goxha mundësi për të kaluar dhe bukur në Tiranë. Ndërkohë më përmende 1000 Mods dhe jemi në Mars. Dhe fill pas ditës më të bukur të vitit, që ne kemi dhe fest kombëtare dhe aty do shpërthejnë dhe ngjyrat pas ditës verës, pak ditë më vonë ju do të keni dhe një koncert me bandën me bandën në cilën luan. Po, është promovimi albumit Morgut. Po, Morgu quhet banda për gjithë dashamirësit e kësaj lloji muzike, është një grup i jashtëzakonshëm. Shpresoj të vinë sa më shumë njerëz.
live-et e Morgut janë një eksperiencë, më them, jo thjesht një argëtim. Vërtet është, po. Edhe ju ftoj të gjithëve kush e dëgjon këtë që ose të na dëgjojnë nëpër platforme që të krijojnë një ide, po prap si live ka surpriza tjera sepse janë gjitha këngët e pa publikuara. Më thënë ka 3 këngë që janë publikuar live në një live session që ne kemi bërë tek radio televizioni shqiptar. Shumë interesante, ishte? Kam parë. Aty mund të merrni një shije se çfarë vjen në këtë live në datën 27 mars. Në 27 mars tek Toneli, pra do të shohim Morgun live. Ndërkohë që me Morgun ju edhe keni performuar në disa vende evropiane, apo jo, keni qenë në Gjermani, në Itali? Po, Rumani, Bullgari, në këtë pjesë në Ballkanit kemi bërë tur Rumani, Bullgari. Po. Kemi performuar në Shqipëri goxha herë, Kosovë. Sfundi kemi luajtur edhe në Gjermani, kemi qenë edhe në Itali në një rast. Shumë bukur. Si ka qenë përvoja kështu? Besoj ndihet më mirë në Tiranë. Me thënë drejtën, hiq disa raste caktuar, për shembull në Gjermani. Mu më pëlqen personalisht më shumë publiku këtu. Nuk e di pse, ndoshta është më i ngrohtë. Si eksperiencë e të luajturit është shumë më bukur të jesh në tur. E vërtet. Si e marrë si eksperiencë totale. Po që si live e teke, unë mendoj që ne nuk jemi goxha mbrapa si publik këtu në Shqipëri. Më vjen shumë mirë për këtë. Edhe unë e kam vënë në fakt, e kam përjetuar atë energjinë. Live-eve të kësaj muzikës underground që shpresoj që të jetë edhe më shumë e pranishme. 27 mars pra tek Tuneli. Të falenderoj shumë Enea që së bashku me Morgun edhe me Jim House, gjitha bandat tuaja jeni ambasador tan të zhurmës, të zhurmës së bukur në botë. Ndërkohë jam shumë kurioze të di për sa i përket skenës së artit në Tiranë. Mendon se diçka ka nevojë për më shumë vëmendje apo përmirësim? Për skenën vetvete, si di unë besoj shumë te kjo që tregu mund të rregulloj vetveten përgjithësi. Thelbi ekonomik, kështu thotë. Edhe me çfarë mund të bëjnë instancat shtetërore, mendoj që ajo që ndjej unë si artist është për artistë e rinj, bëhet fjalë gjithmonë, është pasiguria ekonomike që kanë artistët. Domethënë do ishte shumë e bukur që për disa artistë ose për të gjithë për pak vite mbas shkollës kishe një lloj suporti ekonomik, në mënyrë që siç po thoja që ka një pjesë shumë të madhe artistësh që mbas 3-4 vitesh shkëputen nga arti për shkak se nuk gjejnë dot mundësi të hynë në këtë skenë, në skenë, po ky është një investim disa vjeçar i humbur. E vërtet. Ai ka bërë një shkollë, ka investuar dhe pastaj nuk e ndjek më si rrugë. Më pëlqen shumë që e vendos tekstin kështu, sepse është ti e the ushqim për shpirtin, për intelektin, nuk do ndalemi për të folur për rëndësinë e artit të vetvete, mund ndiqni tempullin e Onufrit ndërkohë për këtë, po diçka është e sigurt që është i vetmi virus që meriton të përhapet. Ne të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu dhe bëm këtë bisedë. Dhe uroj shumë shpejt që të shoh në ekspozitën tënde, sepse live-et ti e di që do të jem aty. Faleminderit. Tirana 360 gradë. Përshëndetje të gjithëve, vazhdojmë të jemi në episodin e 4 të Tirana 360 gradë. Sapo kemi përcjell Enean, por për të ritheksuar sërish atë skenën kulturore pakës të zhurmshme në Tiranë, do doja që të përmendje gjithashtu numërinë e gjithë aktiviteteve që janë duke u zhvilluar. Cirku i Tiranës është rikthyer, po ashtu ka disa instalacione shumë të këndshme në Tiranë. Këtu mund të përmendim dhe Renë e famshme të Fujimotos, e cila tërheq mjaft artistë të rinj, evente shumë të këndshme, dhe në mori të gjithë këtyre zhurmave të bukura dhe ngjyrave të Tiranës, rikujtojmë një vend i cili organizon disa lloj eventesh që
përcjellin ëndra, përcjellin jetë, përcjellin shumë ngjyra, dhe në to mund të hasësh një mori disiplinash të ndryshme artistike, por gjithçka ka nisur nga një vend i vogël, nga një bar shumë i vogël me zemër shumë të madhe, i cili ndodhet në rrugën Konturani, dhe ne kemi përmendur këtë dhe në episodin e dytë si një destinacion që nuk duhet humbur. Jam shumë e lumtur që të kem të ftuar sot Danielën dhe Blendin, të cilët janë po ashtu pjesë e familjes së madhe të Hemingwayt, pjesës së cilës preferoj të quaj dhe vete ndonjëherë. Mirë se erdhe Daniela. Mirë se u gjej. Shumë kënaqësi të jesh në Tirana 360 gradë, Blendi. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Po si jeni me shëndet, ç'a bëhet? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë. Më duket shumë e çuditshme t'ju shoh pakës kështu si të qetë. Kam parasysh domethënë për te kamerave apo mikrofonit, ju shoh gjatë gjithë kohës duke vrapuar. E qeshura nuk mungon kurrë, kjo është një element që duhet ta përmend këtë. Kjo është faktori kryesor që neve sot jemi gjithë bashkë akoma si grup. E vërtetë. Mas 12 viteve. 12 vite u bën apo jo? Po. Që nga krijimi i Hemingway Bar. Në fakt, jemi shumë mars, shumë afër me në datën 7 mars, i cila është data po themi brindisi të parë që është bërë në atë vend. E po, kjo është datë shumë domethënë, se pra ju keni marrë përsipër domethënë që dhe të mësoni disa gjëra për publikun e gjerë, por nga ato që të bëjnë të jetosh më bukur dhe të ndërrosh më bukur, dhe ta shijosh jetën ashtu siç duhet apo jo. Ky ka qenë qëllimi juaj primar? Absolutisht. Komuniteti kryesorja fare që atë që ju përmendet, ta shijosh, vetëm nuk mund shijosh asgjë, kështu që pa ndihmën e komunitetit edhe njerëzve që të rrethojnë, nuk bëhet ajo gjoja e bukur që ti po themi të dalish i lumtur nga diku. Unë do doja të dija se si ka nisur gjithçka me Hemingway Bar si fillim. Domethënë kur ndodhi që të krijohej, nga çfarë lindi? Çfarë synimi kishit ju në të vërtetë? Dhe a kishit një vizion shumë qartë se ku do shkonte? Absolutisht jo, kjo është një përgjigje shumë e sinqertë. Ja besoj. Nëse do e kishim ditur, ndoshta nuk do kishim qenë këtu. Po, e sigurt. Ndoshta do ishit trembur. Do ishim trembur, e sigurt. Ngjitur me Hemingway, kemi patur një dyqan që është akoma sot në vazhdon të jetë joni, por që është kthyer edhe në kafen e ditës, në Hemingway Day. Wow. Kemi patur biznesin të zhvilluar për vitesh, kur rastësisht lirohet vendi ngjitur ku sot është Hemingway, edhe vinë edhe na thonë, "Ore, çuna, me që jeni këtu, a doni ta merrni ta punoni këtë gjë?" Neve shikojmë njëri tjetrin, e unë Rudi Altini, "Okej, me që e kemi këtu ngjitur, shohim çfarë mund të bëjmë." Po. Domethënë ishte e gjitha që neve na erdhën ingredientet edhe thanë tani do t'i gatuani. Po, a kishit shumë opsione apo bari ishte diçka që ju parafroi të treve juve? Absolutisht bari ishte. Neve shikonim dhe qortonim, unë edhe Altini disi qortonim Big Brotherin, Rudin. Po. Vllajën e madh. Që e përshëndesim. Që e përshëndesim. E qortonim pak sepse mendonim që nëse marrim në 2013-ën, ajo rrugë ka qenë në 2012-ën fare kur neve kemi filluar diskutimet e para për atë vend. Ajo rrugë ka qenë totalisht errësirë. Pavarësisht se është qendra e Tiranës, 5 minuta nga sheshi i Skënderbej. Është quajtur gjithmonë rruga e Mimozave sepse ka qenë nga fillimi deri në fund, deri tek rrugica e Tymi që del poshtë rruga Kavajës, vetëm me mimoza, dhe këto mimozat edhe po të kishe dritë natën, nga mimozat ishte totalisht errësirë. Wow. Me pak fjalë të duke vetja si një vend të humbur aty në atë sep që ti të bëje një bar. Humbur por me aromë të mirë. Me aromë të mirë. Por ideja ishte që e ndrum më vonë, tham të bëjmë një bar natë vetëm për veten tonë dhe për shoqërinë tonë, një cep të vogël, ku neve ta kemi për shefin tonë. Ka qenë një ëndër po themi e ruajtur, e hershme. Në sirtar tham hajde me që është momenti që bëjmë diçka ndryshe. Vinim nga Rudi, vite nga bloku, në ato vite ka pas një restorant që punonte edhe aty natën përsëri, domethënë ka ndjekur jeta e natës. Dhe e kishte lënë për një farë kohë pushim. Dhe me që ishte jeta e natës, u bashkuam që gjithë u bëm të tre bashkë me ide të vogla për hapjen e këtij bari që është
gati një zyrë në metra katror është shumë i vogël. Edhe nuk ishte absolutisht e lehtë për të kriju se çfarë është krijuar, po themi nga ana e arkitekturës. E vërtet, edhe logjistike nga gjitha E duket pak e gjitha. vështirë. E gjitha sepse është bë po themi në shumë jo në shumë pak kohë, po në shumë kohë të gjatë. Një ditë po vëmë diçka, një ditë po vëmë diçka tjetër, pa idenë që hajde të bëjmë një biznes edhe të shesim. Domethënë nuk ishte ideja që neve po hapim përfitonet. barin, të përfitonim edhe me zero po presim të hapim sepse duhet të shesim. Nuk ishte ai koncept në nisje. Për më tepër që ishim edhe larg zonës më të frekuentuar të Tiranës. Për emrin, për ta përcaktuar, keni ndonjë lidhje emocionale me Sir Lidhje Ernest emocionale, apo me të thënë drejtën, me papën? Apo shkrimtari? lidhje me librat patjetër. Lidhje me libra patjetër. Jo më kat është bërë edhe hapja e barit kur neve nisëm në fillim bisedën, 7 marsi, sepse prindrit të dy kanë qenë arsimtarë, si mami, si babi. Shumë gjëra të lidhura bashkë, pozicioni jonë ngjitur me Ministrinë e Arsimit. Është ajo energjia që ty të çonte, nuk ishte biznes, sepse Hemingway nuk është se neve ishte një gjuhë, nuk ishte se kishim kliku, aq më tepër që në 2012-ën Po? nuk është se kemi qenë kush e di se ku, me Google-in, me search, me... Vërtet, për më tepër Ka që qenë aso kohën e mendonim se fillimet. bota do të përmbysej. Ndër të tjerë. Por maj mend që tek dyqani ngjitur që kemi pasur atëherë i makinave që u kemi pasur me makinat, me pjesë të këmbimit, Po? kishim vënë një hartë të madhe, globin, në mur, edhe çdo masdite kur mblidheshim grupi që pishim nga një kafe për qef, rrinin edhe shkoshim, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Haiti, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Spanjë, në Evropë, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Amerikë. Edhe Sa kapnim bukur. një cep dhe vendosim, merrshim një emër. Dhe ai që na ngjiti më tepër ishte Hemingway, për shkak të karakterit të tij, piedashës, me miq plot, Po? që është një formë, po themi, e afrimitetit tonë që kemi pasur me babin, të lexuar nga babi në këtë mënyrë, edhe të parë nga babi në këtë mënyrë. Edhe babi ka qenë karakteri po me një gru. Ne me më pak sfida në jetë, ndoshta shpresoj të faktën. Me një zonjë grua. Me një zonjë grua. Dhe me një sens humori që Hemingway në karakterizonte, apo jo? Absolutisht. Dhe të kaloj më tej, do doja të dija Blend në momentet e para. Si ndodhi që më tej të evolonte Hemingway? Pra nga ky vendi kaq i vogël, nga kjo zyra si thua ti? Nga kjo zyrë sekrete. Nga kjo zyrë sekrete filluan sfidat fillim as 3 muesh. Vërtet? Pse? Po, sepse po afronte sezoni veror. Patjetër që 3 vëllezër edhe rjeti shoqëror është i madh, nuk është se është i vogël. E vërtet. Kështu që pasta parola kur thënë në italian, kalimi i fjalës është më i thjeshtë, më i lehtë nga kur je shumë që administron diçka. Neve nuk e kishim në plan për ta hapur për publikun dhe që në ditën e dytë që kemi hapur barin, kemi thënë që do ta bëjmë me membership card që këtu ta kemi sepse është ndërtuar për ta pas vetëm për veten tonë. E vërtet, sa mirë më vjen që po e ndajmë këtë gjë, domethënë një herë e mirë, se ka ende njerëz që mendojnë se ka një membership card dhe është e pamundur që të bëhesh pjesë e Hemingwayt në një farë mënyrë, ndërkohë që është një ndër gjërat më të aksesueshme sa i takon të paktën edhe atyre që do flasim dhe më vonë. Në fakt membershipi Ekziston. Ka ekzistuar gjithmonë. Po. It's on air. Thjesht sot nuk është më karta. Dikur kemi pas karta deri vonë, po u bë teknikisht e pa menaxhueshme situata sepse dera hapen mbyllej, ose në verë për shembull që do ta mbaje të hapur, krijoje probleme. Por që dhe sot e kësaj dite absolutisht prapë vazhdon të jetë një vend i seleksionuar për shkak se disa ta marrin edhe për ofendim këtë pjesën që neve nuk i lejojmë. Është sepse rrethi jon ai është. Sipërfaqja nuk mban më tepër se sa aq, është e pamundur, është si të hipësh në një tek varka e Hemingway, të hipish tani gjithë kupën. Po, vërtet. Se merr. Katër veta mund të hypin sipër sepse aq është sipërfaqja. Kështu që nëse neve do ishim shumë neglizhent në këtë pjesë, në këtë aspekt, atëherë do ta kishim të pamundur kontrollin
dhe të pamundur krijimin e komunitetit dhe rrethi që neve ishte ideja që të krijonim edhe u krijoa. Po, bën shumë sens. Sepse nëse do kishte një mix kulturash, nuk do ishte më ai bar. Domethënë do Me atë kthehej lloj thjesht identiteti që në ka. biznes, sikur tham, që do ishte thjesht një biznes që ti do shisje dhe kaq. Po. Koncepti nuk ishte ai, ideja nuk ishte ajo. Ndërkohë që vërtet. qëllimi ka qenë komplet tjetër dhe vazhdon akoma sot e kësaj dite të jetë po njësoj. Ky komunitet filloi të zjerohej Po. duke patur këtë komunitet këto njerëz, Gretën, Danielën e të gjithë që njerëz vetëm qeshin, Po. që njerëz të zgjasin jetën. Atëherë, ç'a ndodh? Ndodh që fillojnë kërkesat nga vetë ju. Ju vetë kërkoni që të pini diçka më të mirë, ju vetë kërkoni që të keni një koktel ndryshe dhe automatikisht filloi të krijojë, po themi, trungu. Po. Tema filloi të rritet. Dhe të Duke patur lulëzoj dhe kërkesa, duke patur kërkesa nga ju për muzikën, duke patur aty vetë artistët që vinin të kalonin kohën me ne, shkrimtarë që vinin të flisin për librat, dhe ndjesia e bashkëpunimit ishte shumë e madhe e jona kundrejt atyre dhe ato patjetër që gjetën një thojza, një cep tjetër në Tiranë për të folur për gjërat e bukura, kështu që automatikisht filloi të rritej të bëhet kaq sa është sot. Unë duaj që të përmendim disa nga eventet që ju keni realizuar ndër vite, disa që ende janë aktive, një pjesë shumë e madhe në mos të gjitha, po të gjitha ata që po vrasin mendjen, po çfarë ndodh, domethënë në të vërtetë e Hemingway dhe si ka arritur ky komunitet të jetë kaq i madh në ditët e sotme. Dhe si mundet që nga i bari Vockël, të paktën në gjithë atë rrugën Konturani, mua më kujtohet jo më larg se 2015 ose 2016 e shihja në Ver, nuk më bënte më sens që ishte një vend shumë i vogël. Shihja gjithë rrugën të mbushur. Dhe ishte mbushur plot ngjyra dhe muzikë. 2014. 2014. Ka qenë Festa e edicioni parë në rrugë. që ne në aso kohë ndoshta e kemi quajtur Jazz Fest, por nuk e kemi ditur deri ku Deri ku do shkonin. do shkonte Jazz Festi dhe tradita si do vijonte. dhe si do krijohej në ndër vite festivali që vazhdon Vazhdon të jetë një ndër eventet më të bukura në Tiranë. Patjetër që krijimi i atij cepit, koncepti i krijimit të atij cepit për të patur një komunitet tonin edhe një cep tonin të fshehur, ishte qëllimi që ne vetë kishim aty njerëz të mirë, muzikë të mirë dhe libra të bukur. Domethënë që në ditën 1 po themi që është hapur ajo që është hapur lokali, që në ditën 1 është hapur me atë koncept. Muzika e selektuar, Me vërtet. pijet e selektuara. Dukshëm e bëjnë. Dhe ishin gjëra që në thojza nuk është se na kërkonin shumë mund nga ne. Mund nga ne ishte që neve ta marrim ambientin sa më të pastër në sensin që mos kishim përzierje të klienteles që nuk e ka qef atë dhe muzike, kështu që Me vërtet. sa të rish t'i shpjegosh tjetrit që në këtë bar neve bëjmë vetëm kështu lloj gjërash, është shumë e gjatë, kështu që ti krijon komunitetin tënd. Dhe pastaj secili e gjen vetë veten. vetën, po. Qëndron Ishin se përmende pijet, a mund të shuaj një kuriozitet, domethënë pas kaq shumë vitesh të kërkoj ndjes. Gjë që keni sa lloj rumi ndodhen tek Hemingway. Qarkulloj shumë shifra. Shumë e bukur. Shumë. Ndër vite mund të kemi shëtitur në rreth 3000 3000. lloje të ndryshme rumi, whisky, gjinesh, Etiketa. tequila, vodka, po kryesisht rumesh. Ajo është kryefjala. O kur çu vjen ditë fjala. tani, Shumë se e kisha çuditshme, mbetur ti do tek thuash ku i mbani, tre as shifra. vetë se dim. Çdo vit shtohen hapësira të çuditshme. Nuk e di, ju koleksiononi dhe ëndra, domethënë unë nuk pjes fare për magazinimin e pijeve. Me qenë se përmendet edhe librat, do doja të rendisja disa nga aktivitetet që kam parë të ndodhin tek Hemingway, duke nisur nga dhuro një libër, dhuro një udhëtim. Kanë qenë mbrëmje letrare, zhvilluar për ne të ndryshme, tematika të ndryshme, promovimi librave të ndryshëm nëpërmjet shkrimtarëve, ju kujtohet si event vazhdon të ndodhet edhe sot apo jo? Vazhdon. Ishte edhe vjet, është viti 9, Edicioni 9, po, që lam pas. që lan pas. Këtë Wow. vit në Nënt vite fund të rresht. dhjetorit është edicioni. Gjithmonë në prag të festave ku Të fundvitit. viten shumë njerëz, shumë miq tan, shumë njerëz që kanë po
jetu ose lidhur, fejuar dhe martuar në ta bar. Sa Ka bukur. shumë, ka shumë. Dhe kthehen në periudhën e festave në Tiranë, na gjen me këto eventet e vogla. Pra, këmbehen libra mes pjesëmarrësve. Qëndron në këtë lloj mënyre, po, kjo është një nga format, ndërkohë që vitet e fundit janë grumbulluar disa nga librat dhe janë dërguar në një nga destinacionet ku ne kemi menduar Kemi ose bën edhe dhurata. është lindur. Edhe tek shtëpia e fëmijëve, Po. kemi dërguar, kemi dërguar, nuk e di se sa libra, po minimalisht 200 ose 300 libra e kemi mbledhur e kemi shpërndar. Një tjetër aktivitet që keni organizuar ka qenë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor në kuadër të festimit të 105 vite nga regjistrimet e para të automjeteve në Shqipëri, pra për automotorizimin shqiptar. Themelimi i të parit regjistër zyrtar retro të mjeteve shqiptare me interes historik dhe mbi gjitha 20 vjetorit të institucionit themeluar në 99-ën. E lexova shumë, nuk kuptova asgjë nga kjo që lexova, por më kujtojnë shumë foto të bukura që kam parë dhe dua të më tregosh pak si ka qenë si bashkëpunim, sepse di që nuk ka patur në fokus vetëm Tiranën, por ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Ka ndodhur po, në gjithë Shqipërinë, është organizuar më e madhe që neve kemi organizuar dhe ka qenë një bashkëpunim midis Retros dhe Hemingway Fan Club, ka qenë Hemingway Fan Club se doli pa dashje. Po pra, po, Hemingway Fan Club Ndër vite u detyruam që të hapnin shoqatën po, për të patur mundësinë për të bërë ftesat grupeve nga jashtë dhe për patur mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm grupe nga jashtë. Po. Do të arrim në Patur disa bashkëpunimet evente. me ministrit, me institucione shtetërore dhe private, Po, në mbështetjen e koncerteve që kemi patur, lindi edhe Hemingway Fan Club. lindi nevoja. Po edhe Lindi nevoja. duke parë se sa u zgjerua dhe i gjithë komuniteti, kam përshtypjen. Absolutisht. Ka qenë zgjedhja e duhur. Absolutisht. Tek bashkëpunimi me Retro, Bashkëpunimi me Retro ka filluar në Shkodër, mos gabofsha ka qenë hera e parë. Pastaj ka përfunduar deri në Sarandë, po kapim vetëm Shkodrën sepse Shkodra ishte një nga më të mëdhajat, një nga arsyet që neve jemi bërë pjesë edhe me Retron është sepse vetë unë personalisht jam marrë me makinat klasike po. dhe vetë unë personalisht jam marrë goxha edhe me Retron gjatë krijimit. Ku ishte në momentet e para që po krijoheshe sepse gjithë ne fakirët që kishin makina të vjetra kishin pa targa. Dhe nga këtu filloi bashkëpunimi, po themi nga hall në qef pastaj. Dhe absolutisht martesa e dyjave gjërave ka qenë shumë e bukur midis Retros edhe muzikës që neve sjellim në Shqipëri, në Tiranë. Retro grupe që kemi sjedhur, veshjet, dress code-et që i kemi detyruar pjesëmarrësit, po edhe shumë njerëz të tjerë që të respektojnë, të përshtaten situatës, edhe kemi patur atë mbështetje, faleminderit gjithëve, me qëra fjala. Ajo është gjëja më e bukur që e bën jep ngjyrë çdo edicioni që neve krijojmë. Edhe bën shumë sens edhe ai udhtimi që para pak e përmendëm si të ishte metaforik, po në fakt duket shumë i prekshëm. Dua të kaloj në atë event që me sa duket pas ka qenë i pari që ka ndodhur, për mua është ndër të preferuarit. Jazz Fest, po. Që jo rastësisht ndodh afër datës 21 korrik, që është edhe ditëlindja e Ernest Hemingway. Më tregoni pak se jam shumë kurioze të di sfidat në një farë mënyrë që nga momenti i parë, në sensin tashmë është vërtet festival. Dikur ka qenë koncert, ka qenë në ditë. Dikur ishte një koncert në rrugë. Në rrugë. Që në fakt ka qenë shumë e bukur. Ka qenë shumë e bukur. 21 korriku në 2013-s. Jashtëzakonisht e bukur. 2014-s. 2014-ën. Yes. Në vitin e parë. Si ndodhi? Me thënë çfarë ju shtyu që të Atëherë filluam me cepin. Me këndin e vogël, me një stage të vogël. Vendosëm pianon nuk ka qenë aty kur është hapur Hemi. Piano është, do të thonë, nuk ka qenë kur është, po themi kur është bërë inaugurimi në mars, nuk ekzistonte pianoja. Pianoja kemi shtuar më vonë. Duke qenë pianoja prezent në stage, në një mini stage vogël që unë i dashuroj pavarësisht se është 2 metra katror. Po edhe mund të qenë jashtëzakonisht shumë. Dhe ka udhëtar nga gjithë bota. Duke patur njerëz nga gjithë bota që filluan të vinin që në muajin e po themi sezonin e parë veror, që neve kemi kaluar në bar. Domethënë në 13-ën është hapur në mars. Sezonin e parë veror ne kemi pas njerëz të huaj që vinin
gjithmonë nëpërmjet connections që kishim mes njëri tjetrit, gjithmonë në vërtet, rrjetin po. shoqëror. Vazhdojmë të jemi ka ai zinxhiri jon. Që vinin, shifnin pianon edhe a mund të luaj? Momentet e para kanë qenë ku vetë muzikantët kanë hypur në stage-in e vogël dhe kanë bërë muzikë, një këngë një herë një natë, një këngë një natë tjetër, dikush filloi të sjellë një kitar, Po. dikush filloi të sjellë një instrument, dikush një tromb, dikush një saksofon. Po. Por gjitha këto janë coposa që kanë ardhur me kalimin e kohës. Domethënë mas 3 javësh, mas një muaji, asgjë nuk ka qenë organizuar. Derisa një ditë bukur, tham do fillojmë të bëjmë live kur erdhi sezoni dimëror. Instrumentat i kemi, njerëzit i kemi nga gjithë bota. Absolutisht, absolutisht. Dhe filluan netët live, brenda në bar. Super. Mas netëve live në bar, lindi ideja që të zgjerohemi akoma më tepër dhe të dalim jashtë të bëjmë një fest në rrugë për gjithë komunitetin tonë që erdhi momenti që nuk po e nxinte më bari. Viti i parë që neve kemi nisur me Eda Zarin, Po. e cila dhe ajo kishte kohë pastaj që përpara që Ishte tashmë ishte kliente. pjesë e komunitetit tonë. Eda Zari, Gent Rushi, Ilir Bajri, mos gabofsha nga Kosova, Keli Guga, Po. me çunat e vet, ka qenë Emiliano Dhima, i mbakam me disa emra. Se kam keq. Po viti s'na pasardhë të sopa. Me thënë, kanë qenë kryesisht artist vendas. 100% ka qenë artist vendas i parë. Okej, bukur shumë. Edhe i 10-i, kemi marrë copza nga... Po, dhe i Ja, djeti Dhe i që vjetin kemi kujtojnë bërë që ka qenë sërish kemi Eda bërë Zari, direktorin, kemi rikthyer në skenë momentet të vitit të parë. të edicionit parë. Po, të edicionit parë. Diçka tjetër që mund t'ju kujtohet nga Jazz Festi, diçka që ndoshta nuk mund të ndahet, por mund të ndahet tu. Nga Jazz Festi në vite? Në vite, është sa herë që afrohen ditët e Jazz Festit, është një lloj adrenaline e bukur. Por është adrenalin. Nuk jemi dhe nuk parashikonim të arrinim këtu ku jemi në këto përmasa. Na bëhet qefi patjetër se do thuash ti, po pse ça halli ke? Patjetër që na bëhet qefi, por nuk ishin përgatitur dhe patjetër që kjo do një strukturë shumë më të madhe se sa ne jemi sot. Si për barin, për sa i përket numrit dhe aq më tepër tani edhe turizmi që është rritur shumë në Tiranë, në Shqipëri, po ashtu edhe për sa i përket eventeve. E vërtet. Që është e vështirë, nuk është absolutisht e lehtë për ne të bësh organizimin e gjithë këtyre njerëzve që të vinë nga jashtë në çdo Jazz Fest. Sot kemi arritur gati në 38-39 persona Artist. që u thënë që fluturojnë nga jashtë në Tiranë për Jazz Festin, që mund të jenë vetëm 2 net ose 3 net. Por ti mundin e ke njësoj, si 1 natë, si 2 net, si 3 net. Detaj që kërkove pak më herët për të ditur një informacion të brendshëm, ndoshta Altini, që është drejtori artistik i eventeve, për Jazz Festin mund të qëndroj mbi 4 ditë pa gjumë. Pastaj në të tjerët mund të kemi pak më Kjo më shumë shpjegon orë. shumë gjëra atëherë. Çdo vit. Çdo vit ndodh kjo. Çdo Nuk e event. reflektoni Fillon dieta fare. jon. Po. Ne që jemi shumë të shëndosh, Jo, javën e fundit që fillon Jazz Festi, fillon dieta jon. e kam vënë re, po më lejoni t'ua them dhe ju a kam thënë edhe më herët që nuk e reflektoni asnjëherë këtë lloj gjëja. Po për gjithë ata që janë duke vrarë mendjen tani, se e përmendën vetëm fare pak që kanë ardhur shumë artistë nga jashtë. Çfarë ndodh në të vërtetë në këto momente në Jazz Fest? Është vendosur fillimisht vendi se ku realizohet festivali apo jo. Nga rruga Konturanit tashmë vitet e fundit, edicioni i 9, i 10, i 11 janë zhvilluar në Universiteti Politeknik. tek Universiteti të Sheshi Nën Tereza, pra Sheshi Nën në Tereza. oborrin e Në oborrin Universitetit e Politeknik. Universitetit, po. Dhe aty për 2 ose 3 net me radh, pra për afër datës 21 korrik që korespondon me ditëlindjen e Hemingwayt, janë disa net të zjarrta, plot ngjyra, ka një dress code, ka një kod veshje që respektohet absolutisht nga të gjithë që marrin pjesë. Çfarë ndodh tjetër? Më përmende që vinë artistë nga jashtë dhe një pjesë shumë e madhe e këtyre artistëve vinë dhe nga Umbria Jazz, që unë sapo mësova që është një ndër koncertet më të mëdha të jazzit në Europë, apo jo? Po, absolutisht. Për afro 52 vitesh. 51. 51 Po, këtë vitesh. vit është edicioni 52, po.
Pra ju keni marrë përsipër pothuajse që Dhe ata e kanë bënit nisur, gjithë në ata e gjatë. kanë nisur si ne. Njësoj si jo. Papat e parat e atyre, por patjetër ata në tjetër nivel në për sa i përket aspektit financiar. Por fati jon i madh është që kemi mundësinë, sa do pak grupe nga këta që marrin pjesë në Umbria Jazz, ne vetë i kemi në Tiranë, që nuk është as pak e lehtë, absolutisht. Është një sfidë në vete, aspekti financiar, i cili kërkon një mbështetje shumë fort, që për ne ajo bëhet, po themi, çelësi, kyç lançimit të eventit të rallës, sepse në bazë të një buxheti të duajësish nuk mund shosh përtej asaj që është mundësia. Por kemi patur mbështetjen çdo vit e më tepër, që do të thotë shpresojmë që të vazhdojmë akoma më lart për sa i përket eventit të Jazz Festit, sepse shohim që sadopak njerëz shtohen në vite. Ka një potencial të jashtëzakonshëm, preferohet, Absolutisht. pëlqehet. Ne kalojmë tek ritme jazz funk, domethënë nuk kemi vetëm thjesht tek jazzi klasik, kështu që ky eventin që bëhet tek universiteti që ju thoni të veshur me bardha apo me ngjyra, Po. kanë energjinë e atill të muzikës që e bën totalisht atmosferën argëtuese, jo thjesht një klasik jazz që ti mund ta dëgjosh në një teatr. Jazzi ka qenë Jazz gjeneza Po. e muzikës. Në fakt e muzikës vetë, vërtet. Ti përmend jazz funk, po mua kujtohet që vjet ishte Nicky West, që është West. mbretëresha e basistëve, e rekomanduar nga artisti Prince, i mirënjohur, dhe tashmë ajo luan si artiste hapse edhe për koncertet e Lenny Kravitz, apo jo? Kështu që ka ndërthurje ndoshta mund themi të Si. ajkave të muzikës. Fill pasi Vjet- mbaroi Ne. koncertin tek ne, pak ditë më pas ka bër hapjen e koncertit të Jazz Open në Stuttgart. Kështu që ka qenë Me- shumë me Lenny efektiv Lenny Kravitz. Kravitz. Po. Lenny Kravitz. Po, Në fakt ndërkohë- është shumë e mirë Nicky. Mos harrem një vit përpara akoma të madhin Eliades Ochoa nga Buena Vista, që Social është Club. muzika që neve e kemi, po themi, si himin e lokalit ton, sepse ajo është muzika që neve Hemingway kemi dhe Lira. nisur, e kemi Hemingway dhe Lirën, e kemi ritmet po. kubane. Pastaj s'është vetëm. Eliades Ochoa është i fundit pjesëtari Po. Buena Vista Social Club i gjallë, E vërtet. Dhe që- ju keni realizuar edhe një dokumentar më duket për të? Po, që Po. nuk ka dalë akoma. që Që nuk nuk ka dalë ende me nuk ka dalë. surprizë tash. Po. nuk del koha sot për t'i përmendur të gjithë Po. kush kanë qenë, sepse janë 11 edicione, ndërkohë mesatarisht janë rreth 3-4 grupe për çdo vit. Performojnë, po. Kështu që llogarit pastaj marrë janë me- shumë, janë Ato shumë. që kemi në plan janë shumë tjera akoma, ndërkohë gjithë Është rritur shumë 11 standardi. vite janë të paktën 50 grupe. Super. Mezi po Po pres për grupe, këto më projekte fal, të ardhshme. grupe jo nga 2 nga 3, po janë grupe që fillojnë nga 5 e sipër, gati big bands. Kam vërë diçka shumë të jashtëzakonshme aty, që do doja pak ta cekja. Ndodh shumë shpesh tek eventet tuaja, që e gjithë banda, që nuk kishte 2-3 pjesëtar, zbritën bashkë me instrumentat në mes të Po, publikut, të publikut. le të themi, dhe na mësuan si të kërcenim. Kjo është banda e Funkoff, që Po. përmendëm pak më herët, është banda zyrtare Po. e Umbria Jazz. Vërtet. Umbria Jazz, siç e përmendëm më lart, që është një nga Ti festivalet spikate siç duhet. është një nga Po, festivalet po, më të rëndësishme të jazzit në botë. Kështu që është banda hapse, edhe kështu që Pas këtij podcasti do jeni ju festivali më i rëndësishëm i jazzit në botë. Jo sigurisht. Goja. Na hape shumë punë. Tani, me që jemi tek eventet e preferuara, unë dua të kaloj tek Swing Marathon, Ha, që është pikërisht siç e keni përshkruar ju, ëndra në tren. përballë teje ke Blendin që nga ana e vështirësisë teknike që ka Swing Marathon, Po? shpresoni që Është bën të një- mundur të gjitha të projekt edhe të gjitha të tren të shkoj deri në Shkodër. është një shpëndëri vërtet për sa i përket sistemit, organizimit, anës teknike, njerëzve, suportit, ndalesave, vetë hekurudës, juve e dini që neve u përfshim edhe në një aksident para 2 vitesh,
Po, kam qenë aty. Qenë prezent. Prezente, po. Ti bile se erdhi në momentin. Unë erdha në momentin e ngjarjes. aksidentit, po. E bëra qëllimisht vetëm që të kapja festën. Kapi trenin. Shqyr pasi dhe dëmi, por që ndodhi, edhe janë gjëra që ndodhin në kushtet e Hekurudhës që është Shqipëria, prandaj edhe po fitet për rinovimin e komplet total të Hekurudhës. Por adrenalina është akoma më e bukur për sa i përket këtij udhëtimin e tren. Që ta përshkruajmë pakës, domethënë se çfarë ndodh në Swing Marathon. Ne nisemi në ditën botërore të jazzit, që është përgjithsisht data 30 prill zyrtare. Ju konsideroni për herë të shtunën pranë 30 prillit apo jo? Kryesisht Siç e kemi keni bërë Kryesisht ka qenë 30 gjithmonë prilin siç ka 30-a. qenë data, edhe mes jave, edhe kemi patur ankesa, patjetër edhe nga njerëz tan, edhe nga njerëz shumë të afërt, Po. që çuna ju lutemi spostoni për fundjavë sepse nuk lëm dot punën, sepse E 30 vërtet. prilli për gjithë është ditë pune, nuk është fest, Thonë që Është- lënë 2 ditë sepse është 1 maj Ditë pas. ekstra, po, nesër sa. mja. Dhe jemi munduar një ditë më duket, një herë më duket e kemi spostu nga e premte, kemi bë Në të shtunë. Ka në qenë shtunë, po. Vitin e kaluar. Apo ka qenë Ky e vitin e fundit, po. po. Nga kjo morë ndjesën në fakt. Edhe në fakt, edhe fati ka dashur të jetë me ne se ka ndodhur që një pjesë mirë të rasteve ketë qenë në fundjavë. Ju vendosni që të rikthehemi pas në një shekull më parë, mesatarisht. Me vitin e specifikuar, sepse çdo vit neve kemi lëvizur me vitet. Kemi bërë 20-30, kemi bërë 30-40, kemi Po, bërë 40-50 40-50 vjet. Dhe kjo është në bazë të grupeve të muzikës Po, dhe absolutisht e detyrueshme kur thot amerikani must, po, kodi i të kesh veshjes. kodin e veshjes patjetër në bazë të atyre viteve. Kjo është pjesa më e bukur dhe kam përshtypjen një nga ato Që të që përfshihesh në atë. njerëzit ëndër. shijojnë edhe më shumë. Mrekullia ka arritur këto 2 vitet e fundit që ne kemi pasur pjesëmarrje njerëz që i hipin avionit dhe vinë të thoshti ka low cost, po ata njerëz lën punën, bëjnë lëvizjet e veta për më ardh që janë të huaj, Edhe nga destinacione jo fort low cost. edhe kanë destinacione vërtet. fort low, jo, bravo. Kanë ardhur vetëm për Jazz Festin dhe na shkruajnë Për Swing për Marathon. Swing Swing Marathonin Marathon. dhe na shkruajnë a do bëhet treni këtë vit? Asa Edhe na për bëhet detilli ja qefi- merrni na jo. bëhet qefi që shumë njerëz kanë arrit ta kalojnë, ta përjetojnë këtë emocion, sepse është edhe për Është fatin tonë eksperiencë që unike. treni është ai që është i vjetri dhe është Po. fiks, jo e stisur, nuk është një sken, po është origjinali, një tren që unë jam rritur, neve kemi qenë, thot populli jabanxhi, Po, duke patur prindër arsimtar, neve kemi qenë gjatë gjithë kohës në lëvizje, të në vërtetë. përgjithë rrethet e Shqipërisë. Dhe treni ka qenë i vetmi mjet transporti për ne, fëmijët, babin e mamin, që neve të ktheheshim ku shkonin ke njerëzit tanë në Shkodër. Edhe ka qenë treni si atëherë për ne, për ju sot dhe për cilin do sot është makina apo autobusi. E vërtet, po. I gjë që është e thjeshtë, që okay, të premten do iki. Dhe më thonë, ashtu ka qenë për ne, po udhëtime 5 orëshe, 6 orëshe. Po, unë në Ku që fakt automatikisht ti kalon dhe lidh histori, lidh kthehesh në memorie mbrapa dhe ke shumë kujtime të kaluara në atë tren. Duke u bë pjesë e jotja kjo gjë, në trup edhe ti pa e ditë, e zbulon. vite më se nuk vonë për kam- momentin e unë që duhur. Kam qenë vetëm në lëvizje ku kam qenë i vogël që shkoja ndej në Pa, Shkodër pa, me pa. tren. Kemi qenë gjithë, të paktën bezim. Ta jep një farë nostalgjie, një ndjesi tjetër. Un kam përshtypjen akoma më shumë dhe për atë brezin që nuk e ka përjetuar. Për Pikërisht këtu kjo ka qenë arsye që edhe duhet të atij risjell. brezi që nuk e ka përjetuar kurr, ti jepej mundësia për ta përjetuar një ditë në vit. Dhe Këtë dhe çfarë eksperiencë. fati që ka, ëh, se e përjetoi dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Është eksperiencë unike vlen për të theksuar sepse Po, është prandaj një gjë kemi që të- nuk ndodh në asnjë vend të botës. Duhet theksuar. Kështu kjo. që Në mënyrën tonë si është në Shqipëri, që është e gjitha në old fashion, old style, edhe pjesa teknike, Vintage. nuk ndodh, sepse bëjnë tram jazz nëpër Evropë, Gjermani, Austri, por janë nuk shumë kanë dress fashion. code-in, nuk Po, kanë- janë shumë fashion, janë shumë sepse janë Më kushtet. moderne, po. Është absolutisht më moderne. Kurse kjo është fiks kthimi në ato vite. Shumë e vërtetë. Bashkë me edhe trenin, në domethënë. trena funksional duhet Bashkë me theksuar. trenin që është Ndërkohë që akoma treni që e niset ecën. joni. Me naftë. E kuptoj. Kështu që Po.
Ama është një totalisht një tjetër ndjesi. Pra, jo çfarë ndodh është kjo që po përshkruajmë deri në tani, por shto dhe faktin që ka shumë banda po ashtu të famshme, instrumentistë, të cilët performojnë ndërkohë që treni është në lëvizje. Dhe kushdo është duke kërcyer, kushdo është duke shijuar pije shumë të mira dhe është një ëndër e vërtet. Më tej të gjithë zbresin në Shkodër, ku festa vazhdon I bashkohet Prandaj quhet maraton. është një maraton. Pikërisht për këtë arsye sepse nis në orën 10 të mëngjesit Po. dhe përfundon pas mesnate. Po. Çdo gjë pa diskutim që është menduar nga ne Në 2-3 po. Domethënë aktiviteti i gjithëve, juji, kush është pjesëmarrës tesh në tren, fillon fillon 20 orë përpara. Se përgatitja e trenit dhe duhet të rishin në tren sepse mund çohesh nga gjumi i mëngjesit dhe se ke mos ato bokset. E vërtet, po. Prandaj fillon 24 orë përpara. Kurse për ju fillon në ora 10 që merrni autobusin në Tiranë. Afroni për shkak se ne nuk kemi stacion treni. Po, e vërtet. Afroni tek Pika më afër ku treni do niset, që edhe për si vjet akoma nuk e dim. Dhe pse ma djeg pyetjen e fundit, se duhet të bezdisja pakës. Ja, po ta them që nuk e dim stacionin. Po anyway. Ne gjithmonë jemi surprizë. E di Ne gjithmonë jemi surprizë. Fatkesisht është një nga gjërat që më pëlqen. Pyetjet janë të pafundme, a do bëhet ballo me maska, a do bëhet swing maraton, a do bëhet jazz festi, të gjitha do bëhen. Wow. Por më pëlqeu. Po në momentin e duhur. Në momentin e duhur. Përmende ballon me maska, Daniel. Një tjetër event, me thënë që ndodh vetëm Tiranë, vetëm prej jush. Sa vite? Është shumë misterioz. Është shumë misterioz, po është tjetër ndjesi. Po ashtu si te Swing Marathon dhe te Jazz Festin, ndoshta edhe këtu dominon pakës krahasimisht me eventet e tjera, të paktën në opinionin tim, kjo disiplina artistike dhe e baletit. Duhet theksuar fakti që duke qenë evente që kanë një numër të caktuar, të kufizuar pjesëmarrësish, njerëzish që vinë, janë kryesisht gjithmonë nga komuniteti ynë. Kështu që pas kësaj ndoshta mund të ndodhi që shumë njerëz do duan të vinë, pa diskutim që një pjesë e vogël do jenë të mirëpritur sepse pjesa më e madhe. I shkati më i shpejti tash gjithandej. Unë kam shumë pyetje për të bërë dhe kam shumë dëshirë të diskutoj me ju për shumë gjatë, por e kemi çikon të kufizuar edhe këtu, kemi. Është me membership ky podcast. Është sa të pyetjen më dogjët, por unë e mora përgjigjen sidoqoftë dhe do shkoj të përgatitem për eventet e radhës këtu, se si unë edhe të gjithë i marrim shumë seriozisht, besoj e dini këtë. Kam vetëm një pyetje të fundit për nëse do kishin ndonjë këshill për të rinjt që duan të nxisin këtë lloj eventesh, ndoshta jo të kësaj natyre, po flas në përgjithësi për evente kulturore, kanë dëshirë të përfshihen në organizim. Çfarë do të sugjeroja? Të përfshihen në organizim, vin punën me ne. Patjetër. Për te shakave. Patjetër, nëse keni vënë re vitet e fundit është shtuar shumë. Po. Që thot numri i aktiviteteve artistike ka qenë nga 2 është në 20. Kështu që patjetër që shpresojmë që mos e humbin, siç nuk e kemi humbur edhe neve, nervin që të organizojnë një event, çfarëdo lloj eventi qoftë edhe një pikturë në rrugë, qoftë një koncert në rrugë, çado lloj organizimi që mund të mbledhë njerëz të mirë, pse jo? Thjesht jepi. Thjesht ecin edhe ta bëjnë të mbledhin njerëz një ditë shtune, një ditë diele, sepse aq është fundjava në Tiranë dhe hëna është bosti Evropë. Në mëngjes çosh nga puna dhe ikun. E vërtet. Po në këtë fundjava kemi këto eventet e vogla pastaj automatikisht fillon edhe rritesh dhe sillen gjërat e mëdha. Por patjetër kurajo mos më ndalu asnjëherë, thash qoftë edhe me mbledh një grup shoqëror me fol për një libër, me bën një pikturë në rrugë bashk, hajde të bëjmë një asnjëri nuk është piktor. Sa ide mirë. Hajde bëjmë të gjithë një pikturë bukur. Kapim edhe shohim çfarë do dalë. Më praktike se kaq nuk mund të bëhet. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe ju uroj shumë suksese, sa më pak sfida, sa më shumë gjëra të bukura edhe për ne. Mos të bëj sa më pak sfidas na le pa punë. Jo, po them sfida nga ato që ju pengojnë, që ju lodhin. Do ritakojmë sërish edhe në eventet tuaja të radhës, edhe në Club FM që do ritakohemi.
shumë puthje për gjithë familjen tuaj të afërt të Hemingway, të cilët do doja shumë që të ishin këtu me ne sot, se më duket sikur jeni të pandashëm edhe. Do duhesh 5 orë pastaj. Sa po ndoshët Tirana 360 gradë, një podcast që mundësohet nga Bashkia Tiranë.